Përshëndetje dhe mirë se erdhët të gjithë ju të shenjës peshqive. Do bëjmë leximin e radhës për ju dhe me këtë që shikoj të dashur është një lexim për dikë që ndoshta ka humbur diçka të rëndësishme ose ka ndier veten vërtet të humbur një periudhë. Por tani është gati, jeni gati të ngriheni sërish me kurreshtje, durim dhe shpresë të re. Të dashur, po fillojmë 5 të filloj nga kjo, 5 se nga që tregon të kaluarën, 5 të pasqyrës, një kartë apo një letër e dhimbshme. E dhimbshme të dashur, por e vërtet. Dhimbje, humbje, pendesë, zhgënjim emocional, çfarë do që të jetë, diçka e humbur, e dështuar, një ndjesi e të ndjenjë të boshë, mungesë burimesh, e kështu me radhë që mund të jetë për shumë gjëra. Një ndjesi se diçka e bukur është prishur. Ose zemra ka mbetur duke parë nga pas, nga diçka që ka ndodhur më përpara. Por përmban gjithmonë kjo letër një dritë, jo gjithçka është e humbur. Patjetër që gjithmonë ka një mundësi tjetër për ta rifilluar apo për ta ndier më pak atë dhimbje. Ajo që ke bërë apo kjo nuk është gjithçka, por është një pjesë e rrugës që ke përjetuar. Ajo që është duke të pritur të dashur peshqi është absolutisht ende e mundur, çfarëdo që jeni zhgënjur, çfarëdo që keni humbur, çfarëdo që të jetë. Në letrat tradicionale, 5 të kupës janë 3 kupa të rrëzuara përpara dhe duke i qarë ju, po mu pas vetes janë 2 në këmbë. Dhe kjo tregon që absolutisht çfarëdo që të ketë humbur, nëse është person, mund të jetë i familjes, mund të jetë dashuri, mund të jetë punë, mund të jetë diçka që ju kanë bërë të ndjeni bosh, por mos harroni, çdo gjë që vjen është aty, nuk është aty për të qëndruar gjithmonë, çdo dhimbje apo çdo gëzim. Pastaj vjen Pelegrini këtu që thotë një faqe shpirt kërkues, një faqe re, i mbështjell me besim të pastër. Absolutisht nuk duhet ta humbni besimin, nga që edhe pse nuk jeni duke i parë, edhe pse nuk po e dini ku do shkoni, por e di se nuk mund të qëndrosh më në vendin ku je tani. Kjo është mëse e qartë. Ky Pelegrini e ti tani, duke ngritur pak dhe pak, por mjaftueshëm sa për të filluar sërish. Akrobati këtu apo faqe e gurit të ndryshe, që pason pas si një frym freskie pas gjithë kësaj, dhe loje. Ky është kujtimi që jeta nuk ka për të qenë gjithmonë e rëndë, gjithmonë e vështirë, gjithmonë e keqe, gjithmonë e dhimbshme, absolutisht. Por do ketë dhe gëzime. Edhe kur gjithçka duket ndoshta serioze, ka një pjesë tënde që dëshiron të shprehet, të provoj, të guxoj, të kërcej mes pasigurive. Mos prit të ndihesh i plot për të filluar. Fillimi e sjell ndjesinë e plotësisë. Do thotë çfarëdo që jeni duke filluar dashur apo e menduar të dashur peshqi, pas gjithë kësaj që keni përjetuar, mos hezitoni absolutisht dhe mos bëni pas. Dhe lulja e artë ndryshe vjen si kuror në gjithë këtë lexim të juaj, balancë, pajtim, shërim i thellë dhe kthim aty ku ishit, jo në dhimbje, po ku ishit para saj. Kjo është në fakt një energji e përzierë së asaj që ka ndodhur me atë që është duke ardhur. Nuk je vetëm plagët që ke marrë, jo vetëm plagët që ke marrë, ta formuloj më mirë, do thotë, por në ato plagë ka dhe mësime, absolutisht mësime, diçka që ke fituar duke i kaluar ato, duke i përjetuar. Është fletë e durimit për butësi, proces të shenjtë, mos u ngut, por bëj gjërat tani, apo përdori ato alternativa që po të dalin para. Je në rrugë, apo je në një fillim, siç thash, dhe kjo i mjafton. Qoftaj dhe një gjysmë hapi
mjafton të ecni përpara çfarëdo dhimbje apo çfarëdo sfide që keni patur. Pra, të dashur peshqi, zemra jote ka qarë, të them kështu në përgjithësi leximin e juaj, por shpirti jot po vendos të ecë, çfarëdo që të ketë ndodhur. Dhe ky udhtim është i shejtë, jo sepse është i lehtë, absolutisht, nuk është i lehtë të ecësh duke të qarë zemra, por shpirti dëshiron të ecë përpara, por sepse është i vërtetë, jeni të fortë dhe të guximshëm, jeni duke u kthyer tek vetja juaj në një mënyrë pak ndoshta më të butë se që keni bërë më përpara, një më të vërtet apo më të ndjeshme. Mos kërko perfekcion, kërko përparim në atë që dëshiron, do thotë kërko veprime apo vepro. Nga që të qëndrojmë aty ku jemi apo ku jeni sot, të dashur peshqi, nuk në ndjeni asgjë pos dhimbjes dhe një lloj pendese apo një lloj humbje të vetës së juaj, të dashur peshqi.